Shitësi amerikan me pakicë i lojrave të fatit GameStop ka propozuar zyrtarisht një blerje të eBay-it për 56 miliard dollar, një veprim që do të përfaqësonte një nga konsolidimet më të rëndësishme në historinë e sektorit të shitjes me pakicë digjitale. Sipas dokumenteve financiare të publikuara, propozimi synon të integrojë gjurmën fizike të shitësit me pakicë me infrastrukturën e ankandeve digjitale të eBay për të dominuar ekonominë rrethore. Oferta është hartuar për ta larguar kompaninë nga rrënjët e saj tradicionale të biznesit fizik drejt një modeli biznesi më të gjerë të bazuar në platformë. Kjo manovër strategjike synon të shfrytëzojë bazën ekzistuese të klientëve besnik të GameStop dhe shtrirjen masive ndërkombëtare të eBay. Kompania ka punuar për të ecur përtej trashëgimisë së saj se një shitës lojrash fizike me bazën në qendra tregtare, duke u përqendruar në shërbimet digjitale dhe tregun e koleksioneve me rritje të shpejtë. Nëse blerja e eBay realizohet, GameStop do të fitonte kontroll të menjëhershëm mbi një ekosistem që përpunoi miliarda në vëllimin bruto të mallrave vitin e kaluar. Kjo do të lejonte kompanisë të sinkronizonte programin e saj të besnikërisë Power Up Rewards me mjetet e shitësve të eBay, duke krijuar teorikisht një kanal të pandërprer për përdoruesit për të tregtuar pajisje dhe software në vitrinat fizike dhe digjitale. Kompania thuhet se synon ta financojë blerjen përmes një kombinimi të rezervave të saj aktuale të parave të gatshme dhe emitimit të aksioneve të reja, ndërsa GameStop ka mbledhur me sukses miliarda dollar kapital gjatë viteve të kaluar. Disa analistë vënë në dyshim implikimet afatgjata të një blerje kaq masive në borxh. Megjithatë, shitësi me pakicë mbetet i bindur se sinergjitë midis dy platformave do të nxisin një rritje të ndjeshme të ardhurave në periudhat e ardhshme fiskale.